Kryqëzimi në hyrje të fshatrave Grut dhe Gucia Re është në gjendje të degraduar. Automjetet për t'u shmangur gropave në rrugë detyrohen të devijojnë duke u kthyer kështu në burim aksidentesh. Banorët thonë se jetojnë si në mesjet dhe jo si në një lagje të qytetit, pasi Gruda ndodhet vetëm 5 km larg Shkodrës. Sipas tyre, premtimet gjatë fushatave elektorale kanë mbetur vetëm në letër. Si gjendja e saj si është, e shihni vetë. Rruga nuk ka vu as kush as vendorën ta kanë për e dëpoka, i kanë lënë avëmakës, prish goma, prish disje, rrezikon njëri tjetrin me ta, i shohin gjendja e saj. Çdo fushat tonë zgjedhësiu do bëjnë pa me në vesh o burra. Kur vjen puna, ik fushata, ikon vodat, ja ku rruga. Ja si rruga, po të si avëmakës se keni më përpara. Makare, po të vini, këna edhe rrugisa, si s'ka ka hinë zjarë fiksja, hajde në rrugis ku jo më shpija. Shkojmë bash dhe një atë, në rrasë një tash me rrë ka hinë zjarë fiksja, pa hek pasyar qatë duha shkoje. Ka rrë zjarë i shpijës para sa veç, atë është me unë alë zjarë fiksja, si këna njëftua me mile pasyrat për me hi me pëshua familjen më rënë. Po zotën, pëse s'këna bëha kërkese, pëse s'këna bërtit vesh ndalëshim me hjeu kaptinën për vjetë. Zëtë pe bajmë, po makare le për qaku më të thjesht, i thom qaku, na e mush gërpa qaku. Se si na ka lypë Miradina, se s'kana pikë përësiot me lypë Miradina mo. Po, pe bojmë shifës jo. E s'li jo ma përpara, ta peshin një ndashje jo ma për seri. Po t'i ka vështësi ka këto, i infrastrukture me regua rrugë të kështu, ka nevoj. Pra gjenja keqe ku në hymet? Po, gjenja është. Rrugë të janë zakonisht sia. Grupa ka të shti, reguaj, ka disa rrugë, po ka prapë, kështu. Ka nevoj edhe për ujë sjellë se për... E ku kërësaj hyrë jetë që është e mushën gropa, është nevojshme me riparu? Po, ka nevoj për riparime. Kërkesën dhe njërës keni bërë të bashkia për një shtru? Kërkesa këna bërë disa herë, ka riparu disa rrugë, ashtu po prap ka nevoj. Prej një viti, banorët e këtyre fshatrave detyrohen të kalojnë çdo ditë mes gropave të shumta dhe të panevojshme në rrugë. Rreth 7.000 banorë të Grudës dhe Gucis janë lënë në arrest nga institucionet. Ata kërkojnë që të paktën të ndërhyet për mbushjen e gropave në këtë rrugë. Një tjetër problem shqetësues për banorët janë edhe mbetjet e hedhura për tokë në hyrje të fshatit.